një shprehje shumë të bukur. Ata që na kanë ndjekur në intervistën e parë, besoj që kanë kuptuar që jam 10 muaj në Shqipëri, nga shtatori 2024 dhe deri sot, për të nxjerrë tapit e tokave në hipotekën Elbasan. Po. Për pronat në Belsh. Po. Gjithashtu duke patur edhe lidhje me Bashkinë Belësh për probleme po ashtu me hipotekën. Por sot do filloja me një shprehje shumë të bukur. Filloje. Ka fshat që s'ka përdihet është orvëlla mjerimi. Për kjo se shprehje është pjesë e poezisë Migjenit. Po, kurse unë sot posha në 2025-ën, ka fshat që s'ka përdihet është orvëlla mashtrimi. E vërtet është edhe kjo. Po pse në çpik jeni, çfarë ka ndodhur? Urdhroni? Në çpik jeni tani, çfarë ka ndodhur që nga intervista jonë datës 5 qershor? Po, kemi bërë intervistën e fundit në 5 qershor dhe sot do ngrej thjesht shumë shpejt 2 tema, ku do bazohem sot, 2 probleme. Problemi I parë me Bashkinë dhe vazhdimin, edhe pika nëmër 2, vazhdimi me hipotekën Elbasan. Por, përpara, do filloj me Bashkinë Belësh. Tani, do them dhe diçka tjetër për ju që jetoni në Shqipëri, edhe për ju që tani. Do doja që ju t'ju bëhesh ndonjë monument që duroni, jetoni dhe përballoni situatat me administratat në Shqipëri. Po. Po filloj me Bashkinë Belësh. Problemi ka qëndruar që unë për 10 muaj që kam ndenjur në rrugëve ka qenë porta kryesore e bllokuar. Pas shumë përpjekjeve, pas shumë denoncimeve, u arrit një marrëveshje ndërmjet bashkisë, mua dhe palës tjetër që kishte bllokuar portën, por unë të futem në shtëpinë e babait tim ku jam bashkëpronare. Më në fund u arrit kjo marrëveshje, u bë kërkesa, u bë harta e rrugës nga një topograf. E kam dorëzuar dhe këtë në datën 5-9 maj në Belësh, në bashki. Çfarë ka ndodhur? Do më pyesni çfarë ka ndodhur. Kjo është I njëjti problem si në hipotekë. Përse? Pas 10 muajve në hipotek, unë do t'u them përfundimin, por me Bashkinë Belësh besoj se do të shkoj dhe 20 muaj të tjera. Kjo që kam dorëzuar harta e rrugës në Bashkinë Belësh duhet të dorëzohet në këshill. Të lutem, Verushe, bëj pak më të thjeshtë për ata që po na ndjekin. Ka pasur një përpjekje nga Bashkia Belsh për të arritur një konsensus pas intervistës. Po. Okej, u arrit konsensusi? U arrit një konsensus, por nuk u zbatua. Okej. Që do të thotë? Po çfarë hapash do duheshin të ndërmerrte Bashkia Belsh? Përsëri Bashkia Belësh punojnë si që punojnë nëpër zyra e para. Ti nuk do t'i gjesh asnjëherë në zyrë. Mos u merr me këtë pjesë, din njerëzit ç'a ndodh nëpër zyra, merru me problemin tënd, mos u hallakat. Po, jam duke thënë fiks këtë. Përderisa nga data 9 maj deri sot 2 korrik pas 2 mbledhjeve që janë bërë në Bashkinë Belësh, nuk është paraqitur për miratim në këshill, do të thotë që unë nuk di se ku duhet paraqitet dikush edhe ku duhet ankohet. Okej, po ka ngelur për të miratuar në këshill atëherë. Po përderisa punojnë si nuk e ka paraqitur